Shqipëria po tërheq gjithnjë më shumë turistë të huaj fal Bregdetit të pacënuar, kulturës unike dhe atraksioneve natyrore. Vetëm për periudhën janar-gusht 2025, vendi ka mirëpritur rreth 9 milion vizitorë të huaj, ose 500.000 më shumë se e njëjta periudhë vitit 2024, duke konfirmuar kështu trendin rritës drejt një turizmi të qëndrueshëm me gjithvjetar. Nga Alpet e vija bregdetare, Shqipëria ofron një paketë plot turistike për çdo tipologji turistësh, ndërsa çdo vit po zgjerohet ashtu edhe harta e vendeve nga ato vijnë. Përmes një videokartoline të realizuar për ditën botërore të turizmit, kryeministri Edi Rama përcolli disa prej bukurive nga zonat e mbrojtura, duke nisur nga majt e Alpeve, Liçenet, lagunat dhe Bregdeti magjik, si një tjetër ftesë për të vizituar Shqipërinë. Vendi ynë është i klasifikuar për gjatë viteve të fundit nga agjenci turistike ndërkombëtare si një nga destinacionet më interesante turistike në botë. Shqipëria është cilësuar nga barometri i turizmit i Organizatës Botërore të Turizmit si magnet për turizmin, ndërsa renditjet e para në Evropë edhe në botë sa i takon rritjes së turizmit gjatë vitit 2024. Ndërkohë edhe për këtë vit vijon trendi i rritjes së numrit të turistëve të huaj që zgjedhin Shqipërinë. Të dhënat e Instat tregojnë se 94% të huajve vijnë nga kontinenti evropian. Brenda këtij kontingjenti, Evropa Jugore dhe vendin kryesor me 70% të hyrjeve, duke ndjerë nga Evropa perëndimore dhe ajo qendrore lindore, e cila me nga 11%.